Tani këto ligje në fakt po prodhohen nga dalin, bëhen drafte nga ministrit e linjës dhe pastaj kalohen në parlament. Këto ligje në fakt kur vinë për të implementuar sjellin këto pasoja. Dhe nuk mendohen nga Ministria e Linjës se çfarë pasoja sjellin. Aktualisht Vlora që i pari qytet që i afishoi 200 ca mësues që u skualifikuan, pastaj u kap situata dhe u izolua nga zëvat e tjera, aktualisht është një numër i konsiderueshëm dhe sot Ministria e Arsimit në orën 10 po merr masa të kuptoj sa është numri se disa nga këta mësues plotësonin vitet për të futur në kategori, për shembull, bon 8 vite do të shkojnë për kategorinë mësues specialist. Disa janë bërë 15 vite do shkonin për mësues mjeshtër, po disa të tjerë janë 12 vite për shembull. Pra numri i tyre është edhe më i madh se sa ata që ju drejtuan kategorisë së kualifikimit. Megjithatë, pra u prodhua një situatë e radhës, po. Çështja është, ne jemi premisa është ne jemi keq për mësues. Jemi keq për mësues të mirë. Këta njerëz kanë zbatuar gjithmonë gjithçka ju është thënë. Janë caktuar rregullat, ju është thënë zbatojini dhe i kanë zbatuar. Dhe tani pasi i kanë zbatuar për dekada të tëra këto rregulla, shteti po i thotë që nuk jeni mjaftueshëm mirë praktikisht. Po, pra mësuesit janë rekrutuar nëpërmjet portalit. Nga 2015. Ligji që unë sot e kam me vete, i arsimit para universitar, ka pësuar disa ndryshime në 2015, 2018, 2023, 2024. Okej. Pse kjo paqartësi? Po, sjellin domethënë, po të themi, realiteti ka krijuar nevojën për këto ndryshime? Po për shembull, neni 72.6 është shtuar në momentin që pati problemi VKM-ja e pagave para kësaj që kemi aktuale. Ndërkohë, ndryshimi i fundit që ne po presim të botohet në fletoren zyrtare, që në fakt nuk është botuar akoma, kemi që në 5 mars dhe akoma nuk është pasqyruar, se dhe ky ka efekt financiar dhe mësuesit do të merrnin një pagë më të shtuar për atë që ne pretenduam. Pra, dhe kjo është një vonesë e çuditshme. 2 javë, mos gaboj, 2 javë në fletoren zyrtare duhet botoj. Atëherë ndryshime, ka vend gjithmonë për ndryshime, po ato duhet të mendohen. Unë bëj përgjegjës në fakt një person që është sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit. Që quhet? Që quhet Erzan Tolla. Okej. I cili ndërhyn tek sindikatat, madje organizatat sindikale që duhet jenë në mbrojtje të mësuesve para disa ditësh, në media kanë dalë dhe janë pro ministrisë që mësuesit futen në provën e licencës. Një pakujdesi, një pamaturi e një organizate sindikale. Pra është për të ardhur keq se si ky person, pra që unë po vazhdoj ta përsëris, Erzan Tolla, nuk merr masa që ligjet, të cilat udhëzimet, urdhrat që dalin nga ministria, të kenë një efekt pozitiv tek të punësuarit në Ministrinë e Arsimit. Aktualisht ne jemi përballë një fakti ku mira mësues ngren supet se çfarë do ndodhi me ta dhe me vendin e punës tyre. Kemi një situatë që mund të vim prap, unë s'po e përmend ta themi dhe atë. Kemi prap një situatë të radhës. Qindra mësues i kanë diplomuar me shkollën e drejtorëve. Nuk ua njohin shkollën e drejtorëve, nuk i lën që ata të kalojnë, të bëjnë një nga kriteret e garës për të qenë titullar në një shkollë është kjo shkollën e drejtorëve. Ndërkohë, edhe atyre u sjellin problem. Ju nuk keni licencë, ju e keni masterin me 60 dhe 90 kredite. Dhe në fakt ky do jetë akoma një problem dhe më i madh. Pse do të jetë? Në 2023 ligji thotë, mësuesi do u ndryshua ligji, duke thënë, mësuesi do të jenë nga klasa e parë në klasën e 12, pra mësues në këtë cikël duhet të kenë masterin shkencor me 120 kredite. Po ne kemi mira në sistem se vetë këto diploma ministria i prodhoi. Pra ministria nuk po njeh diploma që prodhoi vetë. A do të sjellësh masterin me 120 kredite? Cila është arsye e vërtetë? Paftësi, militantizëm. Ministria e Arsimit është e mbushur me militant dhe kjo është një paqartësi, pa rregullsi vin prej paftësisë. Nëse duhet të ketë persona të cilët ne duhet tu shikojmë vërtet si janë rekrutuar ata në sistemet arsimore. Le të themi, persona që drejtojnë sot Drap Tiranën, personi që drejton Zvar Roskovecin, personat që drejtojnë sot Akapin. Kanë dhënë 5 vjet mësim ata. Pra, janë ata në fakt. E kanë idenë çau? Nuk janë mësues. Pra, ne po sjellim. Pra, drejtojtë arsimin e njerëzve që s'kan lidhje me arsimin. Ka elementë të cilët janë në sistemin arsimor dhe nuk janë mësues. Po këta persona dhe të tjerë, pra unë di 3, po ka dhe 13, ka dhe 23.
Pra, ka persona që vinë në arsim dhe sillin ato përvojat e tyre ndoshta nga ekspertiza dhe, po themi, fusha e kompetencës nga vinë, po harrojnë dhe, do të thënë, ky mishmash ligjesh që është bërë në arsim, ka sjell pasojat dhe po vazhdon të sjellë pasoja pafund.